Përshëndetje nga kudo dhe kurdo që po e shihni këtë video. Mendoj që kishte ardhur momenti për të bërë kjo. Nuk është shumë e nevojshme, por mendoj që ka ardhur momenti të qartësojmë cilët janë kundërshtarët e kësaj proteste dhe ata me veten ta kuptojnë që e kuptojmë çfarë fytyre kanë, sepse kanë marrë pak fare për kot. Duke filluar që nga fjalimet delirante që nuk ju gjen dot një kuptim thelb, nuk ju gjen dot një shtyllë kurrizore mbi të gjitha, e duke vazhduar pastaj te ato që i pasojnë, që janë stresëzimi shoqëror i këtij sistemi të korruptuar deri në thelb, të krimbosur. Dje ishte dita e 55 e protestës, edhe studentët kishin bërë diçka shumë të bukur me krimba për tokë. Dhe po, është një sistem i kalbur, i krimbosur, i mbushur me këta, dhe këtyre ka filluar të duket vetja gjithçka, e kupton, sepse kur nuk je asgjë dhe ke nevojë që të dukesh, dhe ke nevojë që të ruash atë që ke shitur, që asgjë s'ka ngel, domethënë. Ke nevojë që të kërkosh pak vëmendje te kjo me dyushat. Janë këto me dyushat vërdall? Po, janë edhe këta të lezetshëm. Edhe unë sot do doja që të thoja disa nga shtrësëzimet shoqërore që mendoj unë se janë më të dëmtuara nga protesta. E kam provuar veten. Më kupton, si është ka ardhur koha ti përmbledhjem edhe ta kuptojmë kë kemi përballë. Të parët janë pushtetarët, kam bërë shënimet e mia poshtë. Të parët janë pushtetarët patjetër, dhe këta si grupim mund të ndahen në dy lloje. Janë këta që e kanë kuptuar cilët janë, e kanë kuptuar që ne po i shohim pa filtr, dhe kanë vendosur që të ndryshojnë krahun, domethënë të shpëtoj unë pa varja sistemit ku shkon. Kanë vendosur që të rregullojnë idenë e tyre në kokë për demokracinë, dhe të na shesin neve bukë me djathtë dhe në ta hamë. Gjithsesi, kemi pastaj pjesën tjetër që prapë din ç'a janë, po nuk kanë për ta pranuar kurrë, sepse thon fjali të tipit dele, pse ishte e bukur një dje. Si ishte? Po, pardje. Policët u kanë dhënë lule. Këto janë fjali që, domethënë, jeni në terezit. S'ka problem. Gjithçka lejohet sepse është demokraci, dhe ju pjesë demokracisë jeni. Tjetër gjë që juve jeni mos dukesh në lagje, jo në parlament, po kështu ka ardhur koha, kështu ka ardhur sistemi deri tani e tutje ta shohim. Problemi me këta është që këta ndjekin një shembull që kanë mbi vete, që e kanë atje bashkë me njëri tjetrin. Dhe ai shembull ka një delir të frikshëm, dhe se ka vetëm ai, domethënë këtu është problemi, që ky është fiks stresëzim shoqëror, sepse deliri këtu stresëzohet deri tek pronari më i vogël, edhe tek persona që, domethënë, e ndjen vetë pronar të parlamentit, e ndjen vetë pronar të kryeministrisë, e ndjen vetë pronar të gjykatave, sepse e shohin si duket edhe mënyra se si ne funksionojmë si biznes, si përmarrje, duhet të përdor fjalë. E shohin si diçka nga e cila kanë përfituar gjithë jetën, dhe pa pritur ne po ju themi, prit, ke përfituar mjaftuar shumë. Po nuk u pëlqen realisht. Unë e kuptoj që prishja e rehatisë financiare, egoiste që ata kanë, normalisht të nxit të tilla pa kënaqësi, po dhe të dalësh dhe të flasësh në këtë lloj deliri, domethënë kundër popullit që të ka votuar, është nuk shpreh asgjë tjetër përveç se dobësi. Një tjetër anë e shoqërisë që duhet prekur në këtë video sipas meje është pjesa e ndërtimit të sistemit të korruptuar që thash janë patronazhistët. Ky emër i shumë përfolur gjatë protestës. Këta njerëz që askush nuk dëshiron ta kuptojë se si u funksionon mendja. Nuk për këta do doja mos të kisha asnjë koment. Më vjen keq, domethënë, nëse do duhet të bëja një koment,
është që më vjen keq dhe më ndjellin krupë, më neverisin. Nuk mund të jetë njeriu aq i verbër. Dhe më e keqja është që këta, një pjesë e mirë, nuk është se janë njerëz të verbër, domethënë janë njerëz që nuk të shkon mendja. Nuk e di se si, por kanë zgjedhur të shiten. Tani problemi është që ne kemi dalë pak kundër shitjes së tokave, të njeriut, të drejtës. Edhe logjikisht po ju prishin punë edhe këtyre. Keqardhje edhe për këta. Një pjesë tjetër pastaj shumë e ndikuar për keq dhe për mirë nga protesta është administrata, të cilës unë i kam bërë thirrje shpesh, çdo ditë shkruaj administratë çohu. Vështirë, nuk po i shoh. Sepse janë llumë. Do të thënë janë pjesë e një çorbe të madhe që gatuhet çdo ditë. Kemi fëmijët për të ushqyer, kemi rrogën. Këto justifikime të zakonshme, kuptojmë të gjithë që vuajmë të njëjtat halle, të njëjtat probleme. Po ku e keni dinjitetin realisht, domethënë? Sepse ata njerëzit aty te protesta po kërcënojnë me jetë. Ju keni merak mos puna. Si pritet që ne tani të mirëkuptojmë këtë? Sepse sado që mund ta kuptojmë, mirëkuptojmë, s'ka shanse. Vjen shumë keq. Të kuptuarit është diçka, mirëkuptimi është i humbur me ju. Jeni, domethënë, sado ta justifikoni veten, s'ka. Kur justifikoni rrogën tuaj, justifikoni rrogën edhe të atyre që janë atje te parlamenti. Mezi kemi, tjetër, këtu kam shënuar gjithashtu një pjesë tjetër të shoqërisë që është e shitur në mënyrë jo të drejtë për drejtë, por është e shitur. Është e shitur sepse ka përfituar financiarisht, me sipërmarrje, ka përfituar me koncerte, me festivale, dhe është pjesa e kam shumë inat si fjalë, po estrada. Artistët e shitur të këtij vendi nuk e di se si duhet kenë fytyrë të dalin para njerëzve, dhe nuk e di se si kanë fytyrë vazhdojnë dalin para njerëzve. Qëndrimet e mia janë qëndrimet e mia, nuk ka nevojë pse t'i shpreh. E po, edhe artyt është artyt, mos e shpreh më, sepse je i bler, i shitur, ku diun. Nuk ke çfarë ju thua më. Nuk kam ç'ju them, as unë, as asnjë i ri që është në protestë. Me çfarë fytyre i dilni para ju të rinjve shqiptar dhe i thoni nuk kam përse të flas unë për problemet tuaja. Atëherë dhe ne nuk kemi pse të flasim më për artin tënd. Artin. Nuk betohem që nuk kam asnjë emër në mendje. Është një grumbull, është një turm. Mori jeni një turm, kështu. Nëse ju bën të lëkura, më vjen keq. Gjithashtu ju kuptoj për t'ju mirë kuptuar, prap, asnjë lloj mundësie. Në momentin që ju neve thjesht na kuptoni dhe nuk na mirë kuptoni për t'na mbështetur, mbrapsht keni për të marrë të njëjtën monedhë. Tuk, s'ka. E kuptojmë ne që ka halle populli shqiptar, po nuk e mirë kuptojmë dot për ta mbështetur. Edhe ne e kuptojmë që ju jeni pro, po nuk na mbështet. Jo. Është e lodhshme të merresh me mendsinë tuaj, është e shëmtuar, ndiem, nuk e di si ndiem që po e them këtë, po duheshin thënë.
duheshin thënë se ne juve po ju prishim punë. Në momentin që ju neve nuk na mbështesni dot, më vjen keq. Më vjen keq që meritoni të arrim në këtë pikë, që t'ua përmendim këto gjëra nëpër video. Po pse arrim ne në këtë pikë? Sepse janë 55 ditë protest e një pasnjëshme, s'po llogaris fare 16 majin. Po 55 ditë nga 31 maj i këtij viti, dhe ju keni zgjedhur heshtjen. Dhe neve na duhet të bëjmë disa zgjedhje. Dhe juve nuk ka pse t'u vi keq. Tjetër kategori që ndikohet detyrimisht nga zgjimi i një populli në një sistem korruptiv në cilin ne jetojmë, janë oligarkët. Nuk kam ç'të them. Domethënë është po them thjesht një wow, çfarë na thepër ne, wow. Të gjithë e dim. Tani problemi është që duhet të ndikohen më shumë. Kjo vetëm kjo më shqetëson. Kaq. Të gjitha këto që përmenda janë shqetësuese. Janë shqetësuese sepse janë një alarm i filmuar, i një mlefi që këta kanë me këtë popull. Do thënë është përtej anës politike, është një tregues njerëzor i frikshëm. Dhe këta njerëz kanë humbur, kanë veten më. Dhe e vetmja mënyrë për t'ja dalë është kjo. Është fshehja, është frika, edhe të gjitha këto i bëjmë bashkë në një sferë dhe përpiqen të na thonë ja kjo është e ardhmja juaj, ju do merrni fund, ju do shkatroheni. Ndërkohë që thjesht janë ato pasiguritë e tyre, po shohin të vërtetën e tyre aty brenda. Edhe po na e përplasin neve në fytyrë. Edhe çfarë dua të them dhe të sqaroj për gjithë kur them neve, nuk flas për organizime, nuk flas për këtë gjë po e bëjmë, nuk diçka e tillë nuk ekziston, unë e kam thënë disa herë. Kur unë them ne, unë kam nderin të them rinia. Edhe uroj që ta kem lejen të them ne rinia. Sepse ne jemi të papërlyer me asnjë nga forcat që qarkullon apo sundon. Dhe thjesht duam një vend normal. Dhe me sa duket në 2026-ën në Shqipërinë tonë të bukur, kjo është një kërkesë e palejuar. Nuk do korrupsion? Si nuk do korrupsion? Mua më hyn në punë, si do t'ja bëj unë? Gjëja që po përpiqem të bëj në këtë video është që të flas lirshëm siç do flisja në tavolina, sepse te këtë shkruarit absolutisht që është një tjetër emocion që përçohet, fjala aty ka një tjetër peshë për mua. Po këtu po përpiqem të flas shumë lirshëm sepse dua që ta kuptojnë që e kuptojmë këtë. Është një lojë e shëmtuar që po luajnë, e kanë të humbur. Edhe po lodhen kot për të mbrojtur veten, sepse janë në sytë e popullit të rinis, kujdo janë rënuar. Janë rënuar, pse flas në shumës gjatë gjithë kohës, sepse shiko sa shumë përmenda. Kupton se të gjithë këta mbajnë njëri tjetrin me kthetra. Mbajnë sistemin me kthetra dhe mbajnë njëri tjetrin me kthetra. Edhe sikur njëri të shkëputej, do ishte një
po të shkëputej, jo të shkëputej për sy e faqe, do ishte një revolucion i vockël i këtij revolucionit të madh. Mbi të gjitha mendor për këtë popull. Së fundmi, se zgjata shumë, do doja që të thoja që rënimi vjen së brendshme. Edhe uroj që të gjithë personat që përmenda, që kapin fort fjalën punë apo fjalën frikë, të zgjohen edhe ta kuptojnë këtë. Dhe këtë fjali që thash, nuk e thash si këshill për të lartë përmendurit pushtetar, por si një parashikim dhe si një pritshmëri nga persona të cilët munde. Kjo nuk është luftë për dikë. Kjo nuk është luftë. Kjo është nga pak gjërat shumë të bukura që i ka ndodhur këtij vendi. Dhe gjërat e bukura përgjithsisht duan t'i vrasin. Por nuk po ja arrin dot, nuk do t'ja arrin dot. Propaganda është ku thërret qameti. Dhe nuk ka më kthim pas. Më vjen shumë keq. Uroj shumë që reagimet të tejkalojnë këtë cakun e hipokrizisë që është skandaloz dhe i dokumentuar në rrjete. Edhe uroj shumë që minimalisht të shmanget, e kam përmendur edhe më herët, të shmanget kjo tallja që i bëhet këtij populli. Dhe vjen andej nga nuk duhet. Është një neveri e gjallë. Nuk për të disatën herë ju erdhi fundi dhe kësaj video i erdhi fundi. Shpresoj të krijojmë të tilla për tema më pak të shëmtuar. Që nuk përmendim fjalët pushtetar, po jam e bindur që do të vazhdojmë për sa kohë që ata janë të këtij lloji. Përshëndes sërish edhe në protest.